Përshëndetje në një video të re. Ju thash që nuk do bëjmë më mungesa. Unë sa po mbarova make-upin, edhe rregullova dhe flokët. Mendoni është dita e tretë që nuk i kam larë dhe duken shumë bukur. Duke përdorur produktet e Ada Herbs. Edhe jo sot kemi disa xhirime dhe do marrë dhe Alvio me vete që të më ndihmoj. Edhe i kam hekurosur rrobat se shoratel, i kam hekurosur që t'jenë në darkë, kemi marrë me punët e shtëpisë, rregulluam balkonin që o zoti mall sa rrëmuj që ishte bërë, madje çfarë na ndodhi, do ja them këtë sepse do mundohem që t'ju them sa shumë qëra nga dita ime. Kishim një turshi kastraveci. Edhe e kishim nxjerrë në balkon. Nuk e di Alvio ndoshta e ka nxjerrë. Nuk e di. Edhe e kishim lënë aty një muaj, 2 muaj, po ishte i hapur, e këpërse që ishte nga fundi. Edhe e morëm, tham, ta hapim, ta flakim këtu, vjen shumë herë, mos ta hapim në shtëpi, ta flakim me gjithë vazo. Edhe nisëm neve, ishte më morëm gjitha mbeturinat që kishim, se ishte bërë balkoni, o zoti ma, qa nuk kishte, çfarë nuk kisha vendosur aty. O zot, madje vazo kemi flakur, pa fund gjëra, që nuk na duheshin më, ishi kartoni Dyson, kartoni çizmeve, çdo lloj gjëje fup kalonte tek balkoni si magazin. Edhe i mblodhëm të gjitha, morëm edhe këtë turshin, e morëm në një kështu si karton. Ajo turshia nisi të pikonte, ishte e hapur. Edhe i thash Alvios mbyllur ishte, por nuk e di si është hapur. Edhe mbyllë e mirë, vajtëm ne tek ashensori, o zot, pa fund, erdhi një aromë e keq, filloi të pikonte, hapim derën neve. Kam një gocë këtu që e ndjek dhe ndjek në Instagram, ka goxha ndjekës, e kam komshie, por duhet të qëllonte pikërisht ai person. O zoti madh, është kështu influencer. O zot, thash, Alvio. O zot, çfarë arome mbante. Keni parasysh turshia normale që ka një aromë karakteristike, mendoni 2 muaj i kalbur dhe ajo aroma që të fut në dhe nuk doja më veten, bëra dhe pjesën e ashensorit pis, po nëse do kthesha që ta laja. Edhe vajtëm për t'i flakur, por këtu të kompleksi kontaktit, nuk e kuptoj pse duhet bër një thirrje. Koshat janë shumë larg pallateve dhe është një nga problemet që o zot ma acaron te i mase. E vajta me ato tëk, ajo që pikonte, kisha frikë mos qahej kartoni nga lëngu i asaj dhe të më binin gjitha. Ishte o zoti ma torturë, sepse nuk e se mbaja vetëm të kavanozin, kisha edhe karton, do e mbaja dhe gjëra të tjera. Edhe vajtëm aty tek koshi, i flakëm gjitha, mezi kemi ngritur Alvio ndërkohë me një miqese të tjera, edhe isha përlare gjitha me turshi. Erdha në shtëpi, direkt gjëja e parë, mora leckën, lava hyrjen, lava ashensorin, sa zbrita ka t'i parë, prapa jo vajsa. Edhe i thash, na falni dhe, po, na është prishur një turshi. S'ka gjë, tha. Po, zot, të paktën u justifikova. Por, ishte një nga momentet, keni parasysh aromën fliqësirë. I thoj Alvio, sa fliqe, dhe Alvio që më thoshte mua. Edhe lava dhe hyrjen poshtë, tëkë, shpejt e lava ashensorin, lava gjitha, erdha lartë shtëpi, i futa gjitha rrobat, si që kisha, i futa në lavatriç, që thash, po, o do t'i flak, thash, o do t'i vendos direkt, më thënë i vendosa direkt, vetëm ato 2 gjëra që kisha veshur, lavatriça u la, nuk pëndrit, edhe kështu ishte historia jonë. U fliqa, o zot, u fliqa vërtet. Nuk e din që ose ju ka ndodhur ndonjë situatë ngjashme, por e keni parasysh kur të dërgonte mami për të blerë ndonjë gjë ose vishesh si për shtëpi, si vishe punë, zoti ma, gjej rrobat e Alvios i ki ble ndonjë gjë jashtë edhe në atë moment fix do dali dikush që të nje. Edhe u fliqe me pak fjalë. I ka tani të bëhem gati se jemi me vonesë. Por do t'ju marrë me vete gjatë gjithë ditës, sepse tani
YouTuber e juaj e preferuar u kthye në sken. Se për shaka. E kurosa dhe disa nga veshjet e mia dje, kjo është shumë e bukur kjo xhaketa lino, e kam pak të vogël, por nuk e di. Kurosa këto të Zarës, këtej fustane. Akoma nuk e kam vendosur çfarë të vesh, ndoshta vesh këto pantallonat satin nga Zara, janë shumë bukur, i kam veshur në Rom, këto, kam veshur 2-3 herë, por më pëlqejnë, thjesht i del ndonjë fije tek këtu edhe macaron erat. Ose kam një palë xhinse, po këto po mendoja ta vesh me këtë satenin. Mund të rinë bukur të dyja si ngjyra dhe me parfupa roz për ta ambëlsuar pak ose nuk e di. Po i provoj edhe po shoh këtu me veten se Alvia nuk do më lej ka shumë kohë. Se duhet që të nisemi, sepse duhet valjorat edhe në orën 9 duhet jemi aty dhe është në autostradë. Kam një suport që më ndihmon Alvia dhe mundohet që të ngjesh oraret e veta për të më zgjitur punë mua. Gjë që e vlerësoj shumë edhe. Nuk është se ja them. Jo, ja them në fakt. Nëse po vazhdojmë. Alv! Shumë faleminderit që do vish me mua. Asnjëherë. Nuk është për kamerë. E kam fikur kamerën. Po ta them vërtet. Faleminderit. Faleminderit për çfarë? Faleminderit që se mori kamerën. Që se vura kamerën. Se çfarë keti me kamerën? Sa të bukura janë o sot. Vintage. Romantike, i mora të hëma ja. Hajet! Shija të pjesën. Pse? Arja që thotë shija të pjesën. Shumë të bukura. O vesha pak më thjesht, më mirë me këmish, se edhe ajo është serioze si projekt. Edhe me këtë çantën, edhe është shumë herë më mirë. Më cute. Për këtë flokët. Edhe gati jemi. Edhe në shtëpi, më në fund. Sepse u lodhëm pak në autostradë, pan disa gjëra, sepse nuk ju kanë thënë, por do t'ju kemi shumë kohë pa folur, se normale, kanë kaluar 20 ditë që nuk kisha postuar video, edhe tani e disa mirë ndihem që po nis të bëj gjën që kam qef, sepse nuk e keni ide, nuk futa në një ne futa veten në një gjendje shumë, që është ky flok këtu? Në një gjendje shumë dëshpëruese. Sepse nisi një valë e madhe me komente negative, gjë që mendoj se nuk i meritoja, por duke parë më mirë situatën tani, ndoshta edhe po, sepse në një farë mënyre influencerat kanë krijuar një barierë që edhe unë e vëre, domethënë e vëre tek influencerat e tjera, që nuk ka diçka që nuk e keni parasysh, nuk më bind më ose flas më shumë për pjesën e Instagramit se sa për pjesën e YouTube-it, sepse për pjesën e YouTube-it e di se sa e lodhshme është, e di se sa përkushtim do, dhe në fund të ditës të paktën mund të mos jesh 100% reale, por diku te 50% je. Sepse do t'rregosh gjëra, rutinën tënde, ditën tënde, sidomos tek pjesa e vlogjeve. Por mendoj se u krijua një lloj fasade e çdo lloj kontenti që ne shohim në Instagram dhe unë vetë
si shikuese, domethënë që kam qef që ndjek vajza, si edhe të huaja, nuk më bënte më përshtypje asnjë gjë. E keni parasysh e merja aty shablon informacione, kështu thjesht bëja scroll dhe nuk më krijonte më emocion, dhe ndoshta për fatin tim të keq, ndoshta kjo gjë ndodhi dhe me mua, edhe nuk po jepja më atë energjin që kërkon dikush tek një vajzë që ndjek, ose atë energjin që unë mund të kem dhënë më përpara, dhe ju arri që ju kuptoj, dhe keni të drejtë, sepse edhe për mua ka ndodhur e njëjta gjë, ndoshta nga informacioni shumë i shpejt që marrim ditë për ditë, ka shumë personazhe që ndjekim, se di, nuk di të shpjegoj, më thonin që se ju më thoni të vërtetën, çfarë ju pengon, ose çfarë nuk po ju pëlqen, nuk po ju treq më, nuk është si më para. Se di. Nuk e di, jam shumë kurioze, nuk do ta marr fare për me të keq, dhe në fund të ditës gjithkush mund të shprehë mendimin e vet, por aman jo me ofendime. Edhe nisa u mërzita, mendoja që unë po përkushtohem ka shumë në YouTube, në rrjetet e mia sociale, nuk po marr të njëjtën gjë mbrapsht, të paktën nuk e kam në pjesën e shikimeve, sepse nuk e kam pasur kur, gjithmonë kam bërë zhanerin e videove që bëj gjithmonë, sepse nëse unë do doja të kisha të bësha e famshme ose të doja më shumë shikime, mund të bëja prank, mund të bëja challenge, që të treqe më shumë audiencë. Por jam të këto videot e qeta të rutinës time, mundohemi ndonjëherë vendosim ndonjë titull pak më të egzageruar, se normale, vjen e shikon tjetri, do të thënë ti, jam e sigurt ti, që je ndjekësja ime, do e shohësh këtë video dhe me titullin, edhe pa titull fare dhe me titull pak të egzageruar, ose jo të egzageruar, po është pjesë e marketingut dhe okej, është që të vinë dhe është për pjesën e audiencës. Edhe të vinë të shohin punën tënde në fund të ditës. Edhe nisa u mërzita shumë me komentet që mora, plus një i afërm që ne kemi, kështë e vajtër i kishte thënë mamit, por këtë pjesë nuk doja që ta thë, por po e them, i kishte thënë që nuk e kuptoja të vajzën tënde, nxjerr shumë gjëra që nuk janë të nevojshme që të nxjerri, edhe për pjesën kur jam me cikël, që nuk duhet ta përmend, ose që ekspozohen ndonjëherë, tregoj ndonjë gjë që sipas saj nuk duhet që unë ta tregoj këtu në YouTube, ose tema që unë nuk duhet të diskutoj, dhe për pjesën që ato e ofendojnë shumë, e shajnë shumë, edhe njerëzit nuk e kanë qef, e kështu. Me një koment, domethënë, fillojnë njerëzit krijojnë atë përshtypjen dhe shkojnë dhe tek njerëzit e tjerë, domethënë tek të afërmit e mi, edhe ndihen keq, normale që ndihen keq, edhe u stresova ka shumë me gjithë këto gjëra, sidomos kur ndërhyn edhe në familje, thash, ej sot, se po bëj ndonjë gjë, madje kishim përmendur edhe këtë pjesën që tani Rea ka një djalë, është e fejuar, nuk duhet i bëj ato gjëra, edhe për respektin e partnerit që ka, thash. Nejse, kështu them tani unë, po unë ndikova shumë. Momenti që unë lash video, dhe më thëmë YouTube-in, ishte dhe momenti që unë lash edhe pilatesin, që në fakt e kisha me ashtë shumë qef, edhe unë nuk e lash, sepse në fakt nuk e di se çfarë kam thënë për arsyeën pse e lash, por unë e lash për probleme shëndetësore, sepse më bënte shumë keq për diçka të cilën unë e kam, edhe nuk e di se si u justifikova këtu në YouTube, edhe ndonjëherë gjërat nuk janë thjesht kaq të thjeshta dhe të mërzisin disa komente që pra e nise kështu se unë gati bëra 3 muaj pilates, edhe doja po më shumë rezultat, gjë që nuk është se i pash, me thënë të drejtën, sepse unë shkoja 2 herë në javë, duhet që të shkoja më shpesh, por për buxhetin tim kushton më shumë, do të thënë kushton të shumë, sepse pagoja diku te 150 euro për 2 herë në javë, kurse për 3 herë ishte mbi 200. Gjë që prit pak se nuk është se të del në fund të ditës, edhe 150 ishin shumë.
duke pasur parasysh që kam qenë në shtëpis, kam qenë në studios, e plot gjërat e tjera. Por prap nuk ishte kjo as pjesa e çmimit, më shumë ishte pjesa e problemit shëndetësor që unë kisha dhe pasi e kam lënë jam shumë herë më mirë dhe duhet që të nis diçka tjetër që mos të kem atë lloj sforcimi, që mos të më ndikojë në shëndetin tim. Edhe prandaj u mërzita se kisha më shumë qejf, çohesha herët në mëngjes, e bëja në orën 8 me 9, edhe apo bëja 7 me 8, nuk e mbaj mend. Dhe kështu vajza. Po ju ka marrë male për mua. Ma atje dhe atë shqetësimin që kisha që ishte herën e fundit që shkova te doktori. Jam më mirë, ilaçet kam për punën e vet, jam duke i përfunduar, po më merret dhe goja dhe kam shumë kohë për video. Si e la shumë YouTube-in, dhe po mendoja realisht që ta lija YouTube-in, thash, nuk dua të postoj më aq keq, u futa në një dëshpërim aq të thellë sa I dreamt you a chapter that I turned into good to be true was the way you made me feel. Yeah. You made me complete, baby. Searched high and low, mountain and sea, but now you're with me, my missing puzzle piece. My missing puzzle piece. I remember how I was approaching. It wasn't like anyone else in this world. Boy, I read you. I knew you were nervous from the first word. Tried to play it off, but baby, I heard your heart speaking of mine. In time, unë sa po erdha në shtëpi dhe jam aq e lodhur, është ora 7 e ca, sepse ndonjëta nga të gjysmore tek lagja, tek zonja që shet lule, tek Ariana, sa kënaqem aty duke bërë muhabet. Edhe bleva këto 2 lulet e diellit që janë shumë të bukura. Edhe tani nisi sezoni. Edhe ti lëm këtë bukur. Gjithashtu lulja ime e preferuar që është zambaku, sepse më pëlqen shumë aroma, adhuroj këtë aromën e zambakut. Dhe dua të blej një parfum me këtë aromë, që të ketë fiks këtë aromë, zambak i bardhë. Shironi ndonjë parfum që e dini që ka këtë. O zot, më përpara nuk e merja se është shumë toksike për mace, prandaj nëse keni mace shok në shtëpi mos e merrni sepse nuk bën mirë. Ka marrë këtu një çajnik, e mendoj me dos këtu sepse më pëlqen shumë, është shumë cute. Dhe i kam hedhur një luk me uthull të bardhë sepse ndihmon që të jetoj sa më shumë zambaku. Edhe mua më shkon të paktën 10 ditë, prandaj ju super sugjeroj. Ariana ma ka mësuar. Edhe kjo kushtoj 5.000 lekë, sa i bukur që është kjo dega. Kishte 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ka 8. Edhe presim që të çeli, të hapet. E mora kështu gongje, sepse
dua që ta shijoj gjithë procesin lulezimit dhe të çeljes. Edhe kështu gocat e mia isha në kurs, kisha munguar 2 herë sepse isha smur, pastaj të hënën kisha vizitë tek dermatologja dhe prandaj. Por, gjeni çfarë? Të premte kam provim, edhe sot më erdhi kështu nuk isha përgatitur për provim, nuk. Edhe më thanë që Rea, kemi provim të premte, thash bos, dhe nuk ndihem shumë mirë tek 4 kapitujt e fundit, por duhet që të përsërisim të paktën nesër kam gjithë ditën që mund të përsëris në një gjë, edhe të premte në shprovimi. Kështu gocat e mia, duket që jam shumë e lodhur, ekstrem. Dola pa motor, sot thash, nuk do e marr motorin, por ishte gabimi më fatal që kam bërë, sepse është bërë shumë vap. Edhe në këmbë të shkosh nga këtu ku jam unë në qendër, pastaj nga Pazari i Ri, pastaj të vish prap në shtëpi, edhe unë jam në fund të Tiranës, e dini jo këtu tek kontakti. Por më pëlqen, edhe ne u marrëm, po jemi duke menduar që të shohim për të bler një shtëpi. Por do flasim më mirë tek videoja tjetër. Dhe do shohim për opsione. Por do t'ju tregoj çdo gjë këtu në YouTube, se si do na shkojnë gjërat. Ja dhe lulkat e mia do t'i ndaj tani. Këto do ta lë tek salloni kurse këto ta lë këtu te kuzhina.